Zuna është një forcë shkatrimtare. Ka dhunë ka herë që një individ ose një grup përdor mënyra Më thonë mirë. Luta? Doktor Shok. Nuk kam mësuar për sot. S'ke mësuar? Ullu. Katër. Sa shpejt e vini 4 në zysh. Me zi prisnit më kapni pa mësuar. Që keni kapur shumë e mu? Unë nuk e kam kapur me njeri më i vaj. Të ngritat në zim, ishe po përgatitur dhe merkatri, e kaq. Po mirë o zysh, po... Vaj, mikën ora të zimit, nuk kam gjej për mua betet kota unë. Dua të spjegoj. Si nuk na dëgjuat një herë o zysh. Çfarë the? Thash si nuk na dëgjuat një herë o zysh. Në shtëpi mbyll gojen, në shkollë mbyll gojen. Po ku do flasim ne? A më keni pyetur ndonjëherë pse kam ardhur pa u përgatitur? Pse kam rënë kaq shumë në mësim? Kanë se që më duen problemet të tua, më vaj. E të përgjigjen për indrët e tupët. Ashtu? Po. Ju jeni këtu vetëm për të vënë 4? Moj. O zysh, po ne jemi të rinj, edhe ne nuk gabojmë ndonjëherë. Por kemi nevojë për ndihmën tuaj. Në qoftë se ju na i mbyllni dyert, kush do na i hapi atëherë? Ullu, më vaj. Ullu, më se t'jemi në mbledhje. Po në fund të fundit ju jepni sociologji, zysh. Dhe më shumë se askush tjetër ju duhet të merreni me problemet tona sociale. Po pse çfarë mendon ti, më i vaj, se unë do t'i zgjidh problemet e tua? Ha? Unë do të merrem me drogën tënde? Jo, më zysh. Unë nuk drogohem. Por kam një shok i cili merr drogë. Dhe dua ta shpëtoj. Sepse është në ditët e fundit të jetës. Ti mëri me drogmeneve e tua pa pikën e gajles këtu në sytë klasës? Po më vjen keq o zysh. Dua ta shpëtoj. Kush do merret, kush do shqetësohet për këtë gjë? Ju nuk e keni as idenë o zysh se sa të rinj marrin herë. Unë që bashkien time në një nga rrugët e qytetit. Nesër me në kia që zhdukur. Kishte mbetur vetëm perë. Sa i përmërshimshëm që e o shpirt. Edhe me flutur e këshu ke bërë. Nga flutur e kthejme në krim. Po pse këshu? Sepse nuk të kisha njohur ty, shpirtim. Ti e flutura që më mba në ajër, edhe me çudit me fluturimet e tua. Shiko sa hapësirë ka këtu. Shipe? Qo. Hajde fluturove. Hajde. Shiko ku të duash. Bëj çfarë të duash edhe unë do të rrihet për të shikoj. Mirë? Interesante. Unë që bakien time në një nga rrugët e qytetit. Nesër me në hija ishte shtukur. Kishte mbetur vetëm perë. Gjimti e ke parë këtë? Jo. Ha, shikoj që kësa interesante është. Nuk e lipa. Se që pas ka diçka që njakëm në mamin tim.
niste me yjet. Kishte një dhuntit veçantë. Ishte njerëz dhe I riqet në duart dhe në fytyrë. Oh, sa interesant. Ne më përpara kemi jetuar në veri. Kishim një shtëpi të madhe. Një goxha e parë. Dhe gjithmonë atje ne kishte njerëz, shumë njerëz. Një natë duke dhja zret se si po më kapi një qaj i madh. Qaja, edhe nuk pushoj dot, nuk e dhja zret përse. Të gjithë njerëzit përpiqeshin të më pushonin, më jepnin në mëlsirë, po nuk pushoj dot. Qaja. Të rasve duke di se si po mami se nga jeti ca brezat të gjyshit. I lidhi bashkë dhe pastaj I vuri të diga qershist. Në vonë sipër dhe filluan të më kolovisë. Edhe ashtu duke më kolovitur, dalë filluan të pushoj. Nuk kam për të harruar kur për të rritë në nënës atje. Në dritë në nënës. Sot sa më kam armal. Sa nuk doja të kthehesha edhe një herë mbrapa edhe të filloja gjithë shka nga e parë. Edhe një herë. Kush dreqin të mësoj këtë drogën? Ne jemi viktimat kohës e dashur. Vërdalizem në për një kaos pa fund ku era të rre për qef, dhe të kohat besi manikin. Nuk të duket si ku jetoni qik me poezit e tua. Kurse realiteti është krejt ndryshe, Genti. Dhe duhet forcë për të përballuar. Unë I kam bërë sfidë këtij realiteti të pjerdur, I cili më la jetimin në mes të 4 rrugëve dhe të pambrojtur. Nuk e di, por ti ke një botë shumë të pasur. Dhe një shpirt fare të pastër. Nuk e ndjen se nesër pas nesër mund të bësh dikushi. Nesër. Ke shumë aftësi, Genti. Pas nesër. Po ta është një poezi e varrosur në pafundësi shpirt. Edhe klimat sa po kanë filluar ta hanë. Por ti ndi gjurmët. Gjurmët e pafundme. A I pas ke mësuar për mëndesh? Ke figura dhe simbole shumë interesante. Por nga njerë të mbytën një melankolizëm tragjik. O, sa dua të ta heq të dreq helmi. Në qoftë se ti do një herë, unë dua 100 herë. Sa pa pashme që jesh për ti.
qefi ti? Alamet studio, ha? Ruta, ce bun? Mali fantastik fare. E mor limonatozën? Po uj? Tuta, ikë më mirë ti. Jo, nuk dua t'i ikë. Më dëgjoj për mua, nuk ke ç'a shikosh, më mirë ikë. Po, dua të shikoj ty i dashur se si helmohesh. Ja, këtë do shikoj. Mos e bëni se jeni gjuna, ju lutem. Mos e bëni. Shqyr që të gjeta. Kam gjithë ditën që të kërkoj. E çfarë do kështu? Po, pse ri me të utë? Çfarë pyetje është kjo? Tu e pjat llogariun. Sigurisht. E kam shoqja familje. E pastaj? Këto se të uta do rri gjithë jetën e parritur si ty. Ja, unë nuk duaj që këtë rritjen ta mësoj për teje. Jo, gotë se pra fut katë. Kam gjetë me butollishtë dhe tua. Se ke ndonjë gjë më të rëndësishme për të bërë? Po, dakord? Ik tani më bërat. Jo, unë nuk iki pa u sqaruar deri në fund. Sepse e ke bërë të utën të mos e njohë më. Lë mësimet, mua dhe Iliris na fleci më parë, dhe mua e bukur a dashuron një drogaxhi. Si është puna? Sa do që të flasun ty, ti nuk ke për ta kuptuar. Më mirë lëm gjatë qetë dhe nuk atësarohemi. Të uta përgjigjet vetë për vetën e saj. Jo, ajo nuk e di akoma se ku është futur. Mos e ke marrë në patronazh ti kështu? Të uta s'ka nevojë për patronazh. Por edhe sikur të ndodh kjo, ç'të keq që ka kur e bën për një shoqe që e rritur që fëmijë. Akoma nostalgjike lamesh ti këtë. Shikoj vetëm pas çfarë sa të bër. Jo, re, ke nevojë të fitosh eksperiencë. Akoma më maman për dorë do të rish. E po dhe ato eksperiencat e tua të famshme që i një gjithë shkolla nuk më duken aq interesante për t'u provuar. O, të uta nuk do kishte të njëjtin mendim. Çfarë? Ti e ke bërë të utën të drogohet? Spërtit. Nuk po bëj mua betush na dëgjojm tjerët. Po, do bërtas. Përgjigju këtu. Jo, kot na e bërë si drejtoresh. Ik tani bolla çave trapit. Si çfarë vjalorit për dorë një herë.
Nuk e di se që gjë interesante shikon të uta qëri me ty. Po merre vesh një herë mirë. Të uta tek unë, tek shoqëria ime, gjën atë që as ti dhe as Iliri nuk ja jepni dot. Kishe gjërat në ikën më të lirë dhe më të natyrshëm. E këtu nuk ka asgjë të keqe. Kështu bëni gabime. Mos bëj gabime, ku do më thash? Mos do të them se prindërit tanë të mbyllun kuti. Dhe meqense ma kujtove, nuk është gabim që të thuash se dashuron. E nuk është gabim që të thuash ajo zysh idiote më çan kokën në moralizime dhe për këtë arsye nuk hyn orën e asaj. E nuk është gabim që ti mendosh ti thuash gjërat ashtu si çdo. Pa vëmendje se pa gjykojmë tjerët. Kështu siç mendon ti do të civilizohemi ndonjëherë, as njerëz as i kom. Kush po na flet për këtë gjëra? Civilizimi thua drogës ti? E që marrim drogë që deklarojmë nuk kemi dhe ishtë rrezikshëm. Të thuash ajo droga jote. Këtë drejtë dhe detyrosh tjetrin të bëjë dhe të mendoj atë që do ti. Sot bën secili atë që do. Unë me fjalë nuk ta dal dot ty me gota, po një gjë po ta them. Lëre të utëm të qetë dhe mos e pusi veten tënde. Se po vazhdove kështu do të denoncoj si spacatore. Ha, bërë shtire frikën, e? Mos bën pjesë shumë në organizat partije, se po mblet si fashist. Ju jeni fashistë, që na sillni gjithë pisligjet e botës këtu. Tani po marrë shumë mirë pse të uta nuk ta vajmë. Gocë bota me kulturë nuk flet shumë si puna jote. Jemi debila. Unë por e ti të mësosh mua si flas. Ciao, shkërdat nacionaliste. Hajde se kam bërë shumë frikë. Wow, sa bukur. Wow, sa bukur duket Tirana që këtu. Fantastike fare. Kjo është Tirana ime. Tirana ime. Shit, ti Tiranë që fshesh pas pertës zezë. Përse s'flet? Përse më shikon shtrëmbër me sytë e tupi naft, çke? Tirana ime troj. Në falë, po unë jam gjallë. Tiranë kurd, që nuk më dëgjon, por që nuk mund të hedh ma tanë. Unë do të vdes. Edhe do të ngjallem përsëri, edhe atëherë qielli do të skuqet si sytë e një të dehuri. Do të ngrihen 100.000 djaj nga toka dhe nga qielli, edhe do të hanë zemrën tënde nga dalë. Nga dalë. Këto janë vetëm fjalë. Plumbat i ke ti në dorë. Edhe në ballë. O sot, kaos. Kaos, kaos, kaos. Vetëm për një qast. Por ne prap të duam moj Tiranë. Edhe kështu si që.
di që ke ndryshuar shumë. Ke rënë në mësime, bën mungesa. Mua dhe Elën që na ke patur shok të ngushtë nuk na e varë më fare. Si është puna të Uta, se nuk po të kuptoj. Ke të drejtë, Ilir. Të gjitha këto që thua janë të vërteta dhe unë i di këto. Por më ka ndodhur diçka që as vetë për para disa kohë nuk do ta kisha besuar. Se mos ka bërë njëri ndonjë gjë të keqe? Jo, Ilir. Të them të drejtën, nuk e di është e mirë apo e keqe, por unë kam rënë dashuri. Në dashuri? Po, me kë? Me një djalë që merr drogë. Me një djalë që merr drogë? Të Uta, mos je çmendur? Mbase, por jam jashtëzakonisht e lumtur që e takoj. Qëri me të. Sepse është shumë i mirë, Ilir, dhe bën poezi shumë të bukura. Ka shumë botë dhe flet shumë bukur. Te Uta, mos të ka bërë ndonjë gjë. Mos të ka futur ndonjë marijuanë në trup, se ti, të paktën ashtu si të njoh unë, nuk bien dashuri kaq kollaj. Jo, Ilir. Asgjë nga këto që thua ti nuk më ka bërë. Ilir përkundërzi më ka thënë që ti duhet ta lë. Sepse shikon vetëm pa shpresë. Po mua më vjen keq dhe dua ta ndihmoj. Moj të Uta, mos u bëj fare, po lëre dhe ik. Ç'të duhet ty që merresh me një drogaxhi? Aq më keq ta duash. O Zot i madh. Të Uta mblidh mendin e kokës se janë të tmerrshëm ato. Nga nuk e fusin drogën, fillon edhe ti pastaj. O, Ilir, mos më bëj si sociologjia. Unë po të them se si e kam marrë dhe po të flas shumë sinqerisht, Ilir, që të më ndihmosh. Por se ti del nga krau tjetër. Po ti po më çmend më. Bashkë edhe të ndihmoj. Unë kam 3 vjet që po të them, jam këtu e më shiko, ti jo vetëm që nuk më varr, por vjen një ditë e bukur dhe na bien në dashurimin e drogaxhi. Të Uta mblidh mendin e kokës. Unë nga gjetë e pash Zotin. Dhe pas sa jo Lora ka gisht këtu. Mos më je deg më deg tani. Unë po të them që dua një djalë që merr drogë, Ilir. Kurse ti irritor sikur të thash që ka kolerë. Ç'koler zeza, ku ma gjen se shërohet, por droga? Përpara se ta njeh këtë njeri, edhe unë kështu si ty mendoj. Por ja që ndodh ka ndryshe. Ne flasim për ta njerëz sikur e kemi në një planet tjetër. Moralizojmë për drogë. Vrejmë dhe shoqatë. Kur në të vërteti kemi shumë plan. Fare të prekshëm. Ja, Ilir, më shih mua. Ta merr të mundja ty se unë do dashuroja një njeri të tillë. Ti vetë ke thënë që unë jam ndryshe. Po ja që ndodh ka dhe kështu. Janë ca gjëra ku nuk futet logjika, Ilir. Nuk di si ta shpjegoj. Ata ka ndodhur ty, Ilir. Të shohësh të dashurin tënd. Njërin në të shtrejt tëndi. Të fusish e hen në gjak. Dhe ti të mos kesh se çfarë ti bësh. Të përpëllitën për para teje se do drogë. Dhe ti të vrapor si e marë për t'ja blerë vetë. Ja, unë i kam bërë të gjitha këtë. Sepse e dashuroj. E dua, Ilir. E dua ta shpëtoj. Po e shikoj se si po tretet ditës dhe unë fuaj të mërësisht sepse ndje vetëm të pafuqishme për të ndihmuar, Ilir. Nuk di se çfarë. Ja,
Njeriu që nga I çuditshëm. Kur s'm ka ndodhur një gjë e tillë. Pa kiqi që më këshu Po Mere S'kam ka qëtë S'ka gjë I ke falës Po janë shumë. Gja E shkela atë ditë Po vetë ma bëni bosh më Qa ndryshimi kemi me njëri tjetër Unë ju jap ju e mërni A e dini ju se qa heqë unë ape Ha? Unë vetën e kam shumë të vdekur më. Nuk pysë shumë. Ikin të shikë. Ikin pa, nërë pafshë. S'po vjen kë kiqi. Pra. Ta shkoj që fustanin? Jo, fustanin jo. Fustanin jo se kam surprizë për ndisë. Ashtu, ha? O, Lora, do ta shikosh I qiktimin? Jo, e kam surprizë për në disko. Ta është tjetërën me gjyshën? Pra me gjyshën dhe. Pra të gjyshën. Kisha gjithë drekën që kërkoja lekët. I gjeja thuaj? Po ku ishte fut? E mbyll. Ato të shpisi se nga Greqia me njërës që njojnë, kjo I fshe. Gjë kastritë e pura, unë një 5 qës tjerë. Po në mi gjyshën në I lek të aprish me shoqen. Ti jetë për ty në nxjerë me këpucë të kuqe. E po skleroza, do mos do. Skleroza mi të uta edhe ka mundjen qiqë. Po si amore poste? Një dash valium. Ja u dhe të gjellë. Valium? Gjysha në zuri gjumi. Një ti më e qërësin që mba në qatë dhe vrapë të peshtafi I nusërisë dhe këshuna e qua. I mojët së dramia dhe I theva. Po tani në gjumile? To fare në divan. Jo dhe një të qafë sipër edhe nesër në gjezë gjëhet gjyshe. Po si kur ti ngojnë të nesërme? E ti dalin malmut. Malë të na vdish, na është bërë si pleku grande. Tortën e ke porositur? E ka porositur kiqi. Të madhe? A shumë të madhe. Sa qef? Po sa veta këti tjërë? Klasën ti me ju edhe të mishë të vjetër, nuk imi shumë, ja. Do bëjmë qefën? Ja bërë kiqi me Klodin spektakl. Pse u vonove kaq shumë? Lindit kam përgatitur një surprizë. Por pas tortës.
po iki pak në banjo. Era. Ju falenderit që të gjithëve që keni ardhur sonte, jeni gjithë të shpirt. Përshëndet shoqen time, Lorën, e cila ka ditëlindjen sot, dhe të dashurin tim Gentin, me një poezi që e kam shkruar vetë. Se e krusur shpina jote, ka një mal me hidërim. Mos është dhimbja, a mëkati, që arron ti dashurin. Kam nevojë për frymën tënde, për qumtyrët, mishin, sy. Me lëkuar me trupit tonë, të mbështjellim dashurin. Sonte duhet të jesh tjetër. Kikura e më vështron. Zgjati duart. E bëj litar. E me to më përshëvo. Thua një nga ato poezit e tua për mua. Të lutem. Unë kam dhimbje kur ti qesh. Ti qesh. Ti qesh po më pyet unë. Darka është shtruar në tavolim, bashkë me shimin e barë. Edhe në ham të uritur, si kur t'ishte darka e fundit. Fuse mia, më shëngojnë.
bili e vogël në majtë kokës më rri. Rrobat e gjera se s'më bjen nga trupi. Dua të zë më shumë vënd. Më shumë vënd në fesën e prerë. Shëri nuk shemë. Nuk shemë asë që të re. Asë që të re të lënë paparë. Kendi, Ma kuar qo, dita që mësova Helmin. ndim, ju lutem, ndim. Kendi, o Kendi, ju lutem, ndim. Kendi, të lutem, mos më lër. Të lutem. Ndim, ju lutem. Kendi, jo.